Sikur se jeni në dieni, një e dyta e antarëve të Këshillit të Mandateve kanë kërkuar në përputhje me rregulloren mbledhjen e Këshillit të Rregullores Mandateve dhe Imuniteteve. Sot mbushen plot 10 ditë nga momenti ku prokuria e posaçme ka kërkuar heqjen e imunitetit për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila akuzohet për shkelje në 11 procedura prokurimi me një vlerë totale prej 1.1 miliard euro. Deputetët e opozitës u paraqitën sot në përputhje me rregulloren në këtë mbledhje, siç u e pat në një akt të paprecedent, të turpshëm të kryetarit kuvendit, jo vetëm ka mbyllur çdo sallë mbledhje në kryesinë e kuvendit, por pengoi deputetët e opozitës që në sallën e tyre të grupit të kishin mundësi të komunikonin me mediat. Nuk ka ndodhur kurrë që kjo godinë, nga godina e kryesisë së kuvendit, të shndrohet në bunkerin e Belinda Ballukut. Sot, kuvendi është bunkeri i Belinda Ballukut, ku këta mendojnë se do të strehojnë çdo të korruptuar të kësaj qeverie, mendojnë që do të marrin peng drejtësinë, mendojnë që do të pengojnë drejtësinë të bëjë detyrën e saj. E kanë shumë gabim. Më së pari kryetari i kuvendit, që kthehet shumë në zyrtarin e dytë të lartë shtetit, që në vend që t'i shërbejë interesit publik, edhe ai si kryeministri e ka shndruar zyrën e tij në zyrë avokatie të panderës Belinda Balluku, duke zvarritur një kërkesë të ngutshme të prokurorisë. Ju e keni parë që media ka transmetuar apo ka publikuar dëshminë e vartëse së zonjës Balluku, që ka bashkëpunuar me Spakun për treguar se si është zhvilluar procedura e tenderit të tunelit të Llogaras.